16 gusht, shërbëtor të padenj. Kështu ai u lut Zotit duke thënë: "Ah, o Zot, a nuk ishte vallë kjo që unë thosha kur isha ende në vendin tim? Prandaj ika në fillim në Tarshish, sepse e dija që je një Perëndi i mëshirshëm dhe plot dëmshuri, i ngadalshëm në zemërim dhe me shumë dashamirësi, dhe që pendohesh për të keqen e hakëruar." Por Zoti i tha: "A të duket e drejtë të zemërohesh kështu?" Jona 4, 2 dhe 4. Kur fëmijët bëjnë ndonjë gabim, shpesh u kërkojnë falje prindërve të tyre. Pasi e marrin atë, ata thonë: "E di që e kisha gabim, por kisha një arsye përsosmërisht të mirë pse e bëra atë që bëra." Diçka të ngjashme e shohim edhe te profeti Jona. Perëndia e kishte falur atë, e kishte ngritur lart dhe e kishte vendosur sërish në udhën e duhur. E megjithatë, ai u përpoq të justifikohej për mosbindjen e tij të mëparshme. Ai po zemërohej, po debatonte dhe po lutej në të njëjtën kohë, dhe kjo nuk është gjë e lehtë për t'u bërë. Vini re se sa herë shfaqet për emri vetor unë në ankesat e Jonas. Në fjalimin e tij kishte shumë Jona dhe përpasoi edhe në zemrën e tij. Ndërsa e paraqiste çështjen e tij si diçka ku vijeshin përballë fjala e tij dhe ajo e Zotit. Në marrëzinë e tij, Jona supozonte se udha e tij ishte më e mirë se ajo e Perëndisë. Ankesa e Jonas ishte rrënjosur gjithashtu në një standard të dyfisht. Edhe pse kohët e fundit ai kishte marrë dëmshurinë dhe mëshirën e Perëndisë, ai nuk e konsideronte si të drejtë faktin që Perëndia u tregoi të njëjtën mëshirë atyre që Jona i shihte si të pashpengueshëm. Çështja kryesore për Jonan ishte hiri sovran i Perëndisë. Ai u zemërua me Perëndin, i cili veproi në një mënyrë të cilën Jona nuk e kuptoi dhe as e miratoi. Mirë po Zoti kishte shpallur shumë kohë më parë. Do të fal atë që do të fal dhe do të mëshiroj atë që do të mëshiroj. Eksodi 33:19. Hiri hyjnor ndaj mëkatarëve nuk mund të shpjegohet kurrë. Ai nuk ka një arsye. Thjesht reflekton se kush është Perëndia. Si përgjigje ndaj reagimit të Jonas, Zoti nuk e pyeti nëse ishte i zemëruar, por nëse kishte të drejtë të zemërohej. Ky ishte thelbi i çështjes. A kishte Jona, një përfaqësues i popullit, të cilin Perëndia e kishte favorizuar edhe kur ata ishin larguar nga rruga e drejtë, i cili në mosbindjen e tij e kishte përjetuar personalisht dorën shpëtuese të Perëndisë, ndonjë bazë të vlefshme për ta kundërshtuar dëmshurinë e Perëndisë ndaj të tjerëve? Përgjigja është e qartë. Jo. As ne nuk kemi ndonjë të drejtë që ta sfidojmë Perëndin për mënyrën se si tregon mëshirë dhe se kujt ja tregon atë, ose për mënyrën se si i qeveris të gjitha gjërat, për t'i shpëtuar njerëzit e tij dhe për ta përlëvduar birin e tij. Nëse shohim se jemi zemëruar me Perëndin dhe ankohemi në lidhje me mënyrën se si ai ka zgjedhur t'i përmbush premtimet e tij, kjo ndodh për shkak se kemi harruar se sa të padenj jemi ne për të marrë hirin e Perëndisë. Ja cili është rreziku, që ne të bëhemi aq tolerues ndaj mosbindjes son, sa të mendojmë se meritojmë favorin dhe bekimin e Perëndisë. Mirë po, gjithçka është prej hirit, çdo ditë të jetës son. Vetëm kur të jemi pushtuar nga hiri, do të jemi në gjendje për të ngazëlluar në bollokun e mëshirës së Perëndisë, e cila është derdhur pa mas mbi shenjtorët e tij të padenj.